Mirë se vinin ushtrome, sot jena me Homzën. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se e gjeta, faleminderit pikësporit që ma dhe mundësin me bo ngjëzimet këtu. Me gjithse. Edhe në prezantim të vogël ti je kampion i Kosovës. Unë jam Homza Sylqa, jam kampion i Kosovës 3 herë national champion. 2025 jam në Open i pari. Sa për klarifikim, këtu jam me elitën e atleta të shqiptarëve. Është kënaqësi për mu, pikëspori me ushtru me ty. Edhe për mu, edhe më ka dhënë njerëzve çka është crossfiti, nuk është për krejt që ashtu i ronë. Këna më jau spjegu edhe në vetët në VM. Për elitën është pak e ronë, po mendoj që crossfiti është për krejt, nuk është veç performancë, mendoj që është komunitet, është familje, është socializim, edhe është mi bo mundi mirë njerëz. Mos nëse e shohin që është të rënd, nuk është për krejt ashtu rënd, po ka lehtësime për krejt, ka zavendësime të ushtrimeve për krejt, kështu që kur kush nuk du të mundi i përgatitur për me arë në CrossFit, edhe duhet me arë me mësu sende edhe mu përgatit në CrossFit, jo marrë i përgatitëm, se shumica e gjykojnë theshin jo që jam i përgatitëm unë për CrossFit, CrossFit jo shumë rënd, jo, s'është ashtu. Edhe sot kena me po, besoj që ndështë as të s'ki me mujtë një po shumicën e ushtrimeve, kena me po zavendësime të ushtrimeve, edhe kena me kalu mirë. Super, super. A ja nisëm? Kismet. Ma po halal nëse këshyri non-stop qëtu, se më do të kamerat mi përcil pak a Okej, shumë. edhe unë kom e këshyri në telefon se e kom programin, rutina jam është që kjo që kena me bu qëtash, qëllimi i ushtrimeve të mija për si vjetë, edhe për vitet tjera është me shku që aty në semifinals ose CrossFit Games. Dhe me thonë është Open, që e mbojmë shkurt, që e ceka pak pare, tana është quarterfinals, që hi 25% që i krejt botës, tana është semifinals, unë e mbri dhe në quarterfinals. Ta çdo vjetë synoj me hi në semifinals, dhe me thonë 40 atletat më të mirë të Evropës, të kontinentit, shkojnë në semifinals. Çdo kontinentit. Na të Evropës shkojmë 40. Sa vjetë për juve? Për Evropës, do më thonë 60.000 vetë konkurojnë, 60.000 rezultate janë në gara, që është me 60.000 vetë ki mu shty me ta, ki me garu me ta. Se cilën vend vetë taj njëherë, a? Po, si cili në salat vetë, në gjimat vetë, edhe i kanë kamerat, e ngjizojnë videon, i kanë standardet që i masim, peshat, krejt, e kaldojmë në video edhe do më thonë e gjiron videon, i dërgon rezultatet edhe tana ata e rishikojnë, e ki bo mirë, ki bo dallavere, po shumica nuk bojnë dallavere, kështu që... Po dhe edhe me bo dallavere e rrën vetën, sa për kimu përbo në fund me njerës që se rrajnë vetën. Sakt, e vërtet. Na më janis me një warm-up, e këshim bo 3 minuta bike, se kena me bo squat shumë, e kena një 15 sete squat, 3 me bike. Edhe warm-upin e këshim bo një general, pelojmë shu warm-upin, s'pishkrymë krejt, se tana nuk kena vend për tjerat. Kena me bo një strength, i kena 10 sete back squat me 3 përsëritje. Dhe me thonë 3 përsëritje back squat, 10 sete. Pushimi është 2 dhe rest asnit, sa ki nevoj. Po në zakonisht e bëj 3 minuta, për mu është i darë. 5 sete front squat. Zakonisht marrë elektrolite, farë karbohidratit shpejt, langshëm, ndo një banane, portokall, se kur është strength i gatë gjithëshysh, si të kalon bi 1 orë gjys, 2 du të me pas elektrolite ose karbohidrate. Po, Se më thonë për afrësisht, sa kanë më shku këtu ushtrimit? 2 orë. Që kjo strengthi që kena me bo qëtash. 10 sete back squat, 5 sete front squat. 3 përsëritje edhe fronti. Kena me bo pak ma shumë se që ki bo ndë njerë front. Blood flow, me qarkullu gjaki, mi nxe pak komë të kacat, ma shumë për komë back squat, zakonisht bëj bike. Nëse ka ma përbat, dhe bëj skierg ose row, në varet. Muj me bo edhe pak vrap, po mas shumë të preferoj bajkin kur kam komë me po. Se nuk do me thonë kur bëm back squat me nxe veç komë me nxe, do të me nxe edhe mesin, gjithëshysh është shumë i rëndësishëm, po mes
nuk ka ushtrime, pa kort fort nuk ka ushtrime. E kom veneru se shumë njerëz për shembull nesër e harrojnë krejt. Do të thonë shkojnë gjym e ushtrojnë durt, shpinën. Mendojnë se veç, Po veçitojnë që shihen, do me thonë balancimi trupit është mesi trupit. Do me thonë pa mes fort nuk ka trupi balans, nuk ka fort shumë. CrossFit ma përpara nuk i bo. një herë kom bo një jetë amo për me thonë që kom bo ju. Okej. Sportin e kuptoj. Bas sportit është crossfiti absolut një sporti ma efektiv për trup. Me sa për dione, me sa për... Për tëna, po. E përbon vetën edhe i ki tëna, e përshrin tëna. Kojmë një general, të nëzëm njët. Edhe këto është rol që është që i nëzëm njerëz njët, dhe me thonë në po e këtë Këtë njerëz... shumë rëndësishme se me njët ki shumë punë edhe kur është workout i heavy, du të mund zë heavy, mund zë mirë. Qaj është? Nëse si nëzëjën e tëj me që dur që e I kam pak... lëndimet me njerë Bravo. vinë. Sidomos CrossFit që kena shumë rëndë me shupesha, momenti që nuk nëzëna mi gjithë jam vro. Qarë janë lëndimet kryesore në CrossFit që ndodhen shumica e njerëzve? Krak, shpinda lower back është dhe me thonë mas shumë të i targetum, dhe me thonë, për mu konë lower back-i shumë u konë i targetum. Po, po, edhe ato e ushtrojnë pak njerëz, është e vërtet, kështu me sa peshon. Ndje sa që cekë ma herët e mesi E mesi trupit, trupit. dhe me thonë, unë e kom pas më shumë adapte, kom pas e pranoj, unë më me thonë që jam elit, po dush mi gjetë dopsit e vetja, dhe dopsia jem u konë mesi trupit, edhe trupi është pak ju falenderus, kur e ta gjen një pjesë ma dopt që aty të shfaqet lëndimi, dhe me thonë trupi ta gjen pjesën ma dopt trupit edhe që aty lëndosh. Edhe prej momenti që e kom ushtru mesin e trupit, nuk kom pas problem shumë me lower back. Jam shumë ma stabil, jam Mesi shumë... trupit e përfshin, më falë veç për ata që se din mesi trupit e përfshin tëna. Ju veç barku, se njerëz menojnë veç barku, kupton, thujnë, e veç ushtruj barku, ne kom ushtru barku. Është fatal, se ngrin njënën tjetrin. Krejt që kjo është mesi i trupit. Bravo. Për ata. Unë, s'kom i përdur peshat e tina, As ju mos i përdoni. As ju mos i përdoni dhe ma mi ma pak. Gradualisht, shkoni momente që ndiheni me hina pesha, hini. Po teknika me rëndësi, momenti që majtë e gishtave jënë jashtë, ti mundesh të jap mundësi me shku sa ma poshtë. Momenti që i ki drejt, ti ki me shku veç deri në gjysmë, nuk mundesh me shku deri poshtë. Bravo, super. Që kjo skuati që e boj, ma po t'jen problem? Jo, ama mobilitet s'kom shumë, se bëj qëpesh. Më thonë veç Momenti diku. që ty e bo skuatin, që shto, edhe nuk po të shonë thamnat, Femra për mas? mirje në mobilitet, Ok. okej? Super. Hajde, shkojmë. Dhe të përsëritje, Ti do më thonë 80% kohës tjetës tonë në ushtrime. në ushtrime, është pak e rondë këtë mendon, po vullneti madhe dhe ondrat në banë. Qa është? Se edhe vetë më ushtru është pak sfidë. A ma mirë e preferon vetë ushtrimet, a në partnerë? Në shumicën e rastave vetëm. Vetëm. Jo ma i fokusum, Bravo, edhe unë. se dhe na ty bësh tash muhabet, fokusi nuk është shumë i Nuk madh është në ushtrime. 100%, shumë e vërtit. Kur jam vetëm, fokusi e më i madh, edhe është ma mirë për mu. Po. Po ndonjëherë të vynë edhe me njerëz, Aj, kuptohet. me Na jena... atletat fort, nivelit tonë, me po huje, kështu që... Nice. Hade, a shkojmë pak? Shkoj. Shkojmë back squat, trupi më konë drejt, shikimi drejt. Unë zakonisht shtu me hape e largoj barbellin, një hap i madh në bas, jo shumë hapa të vegjël. Se kur to pesha rond, nuk është e sigurt. Dhe me thonë, shkojmë një hap i madh ose një gjys hapi edhe je stabil. Sandi, gabimi që e bojmë është shpindën e mbajmë shumë hark, që nuk o mirë. Barkin du të me him randa, për mos më konë që aja thymja në shpinë. Dhe me thonë brit, mos me dal jashtë. Barkin më konë mranda, shikimi më konë nalë. Momenti që këshyrim poshtë, kur është pesha rondë, barbelli ka me marë onën për para edhe është rrezik. Frymarrjen, merë frym, e shtërngom mesin edhe shkojmë poshtë.
full squat, edhe drejtohem. Dhe me thonë, frymen e lëshon çdo rep që e bën nel. Si në çdo sport, kur të vjen në temonimi, Frymarja është shumë e rëndësi. 100%, ato edhe Edhe në nëse çdo nuk të sport. vjen mundim, duhesh me marrë frymarja. Qysh e kuptova unë, Qështu? Shikimi drejt, hapim pak ma stabil, nëse është pak e nelt për ty, Jo mirë është. okej, shkojmë. Okej, tash ne hap hap mbas. ma të mëdha për mas. Bridush me shtim randa, barkin randa, jo shumë, po mos mu bu thym janë në shpinë. Edhe, Okej, ndreshi pozicionin e komve, shikimi drejt, merë frym, shtrëngu mesin, jo veç me fry barkin, edhe me shtrëngu. Po. Se ndrysho është me shtrëngu, shumë është e rëndësishme. Bravo ish. Mos u ngut, bëni një, shoh frymen, merë frym. A mund të më shko dhe pak ma poshtë? Bish, mendoj që je super të shku. Shikimi drejt. Qërë token, momentin që e shet ullët skuat, pesha kur është e rond, ka me Ngri shku përpara, Kështu ha, drejt, përpara. edhe qaja, shumë lunë rol. Dhe me thonë është imësin e vogël, po që lunë rol të ma. Nuk kena me rëndu shumë me ty. Që ti rendu sa të puni Shkojmë pak sot. hollow rock të nxej mesin, dhe me thonë majet e gishtave jënë përpara. Shkojmë majet e gishtave përpara. Qashtë. Bravo. Super bish. S'ki nevoj me shku shumë nalt. A, veç pak. Superman, të nxejmë pak lower backin. Shkojmë të rrit peshën gradualisht. Për krejt, mendoj që tonën duheni mja nis me back squat, me kom, mja nis, se shumica i ikin komve, po mendoj që kom jonë energjia për këtë javën që ta japin. Në më thonë, back squati ta arrit energjin, ta arrit testën për me pas fuqi me ushtru deri në fund javës. Këto kome Ndim mojtë. jam. Këto kome Mu mojtë. më bën shumë mirë, edhe gjithë të honën e kam back squat. Çdo program, çdo trener të crossfit që e kam pas, të honën e kam pas back squat. U bo, monën Mos me, energjizoni. Është, dhe me thonë, edhe një për prej testu, sandeve për më të fuqi, mira. nis në ditën morë me qato që shumicën e njerëzve Nuk e bojnë. Nuk e bojnë. Ketë shumë. So i ki qëtu që tash? Nuk është shumë, është 140. Nuk o shumë, po thot. Jo, se Je, që kjo... në rregull, në rregull. cekem. 10, 20, 30, 40, edhe 20, 60. Nuk o shumë veç u shtramu pak hekri. A shkojmë? Se ti sot ke që këta, i 10, ja? A shkojmë? Hajde. Bravish. Tash këna me shku front squat. Front squat, shkujna. Pull-upsa që i bëni ju në CrossFit. Pull-upsa veç pak të t'ja observujna. Pull-upsat mu së më pëlqenë se më duke në dyqysh. E di që me bos fizikës është ma letë për me morë ma shumë e hargjon ma pak energji, me marrë qëllimin e vetë në Kime po edhe sot, kur është kombinimi i ushtrimeve, weightlifting, condition, edhe pull-up, edhe qashtu s'kime mujtë një bo. Okej? Po unë ushtroj, sot kena me ushtru strength gjimnastik, unë e bëj edhe strikta, Strikta. bëj me weighted, Okej. chest to bar pull-up, dhe me thonë kena me fruderit e gjyksi. Në front squat, zakonisht unë e mas me gishtë të vinë qëto, që edhe në clean, në ushtrimin që e bëjmë për squat clean që e bëjmë në weightlifting, që kjo është gjënësia që e kapim. Sendi por,
kena me vendos në krah. Nuk është esenca me kop full grip, e kopi middle grip. As krejt në gishta, veç sa me pas ndjesin që për mbon barbelin, se krejt pesha du të më konë në krah. Po, në krah. A, krah? Po. Më thonë, qëre. Po mundona me mbajt me gishta, momentin që e mbon full grip, mobiliteti është shumë ma i fështirë. Edhe pesha qëre, ka me tra në dur, në shpind, edhe nuk ka mo teknika aty. Por ku mranda edhe majt e gishtave njejt, si back squat, edhe frimarja njejt, shikimi nel, bryllat, edhe kur shkon në poshtë, jo mi ullë me të prek në gjoj, gjithë bryllat jonë qumë nel. Okej? Ja. Qështu? Shmuj. Apo shumë pak o ma triki. S'ka mobilitet atë? Unë a mobiliteti. Shtash po ma koqit qëtu komplet. Dush me bo mobilitet ma shumë, ko me ta kalzu një program që ka me të ndimu shumë. Se qëtu po ma koqit komplet qëtash. Të me thonë për shkoj krejt për Edhe nuk përmirësot kjo me një dit, asë nuk mësot me një dit. Jo të jo ma mërmenja. Mos e merrni për të modhe, se... Jo, i për ato, e koptoj njerës, edhe mos të koptoj shumë type, sa shqila o 5 po. Le të ata dhe shojnë. Shkojmë një hapë mbas, më ndodhe pak me shumë gishta, që ashtu, bra, majt e gishtave jashtë. Hade, apo ndit, pesha ratë, hade, shkojmë, full squat. Shkojmë edhe pak, bravo. Super jetë shku, nuk jetë që shpomendon t'i keq. Shumë mirë jetë shku. Mos e që peshën në hips si pak stif, po nuk o puna veç edhe këto, është në hips, edhe në shpinë bas. Po, ty e bo ushtrimet e krosit, ty e bo zxatjet. Së është... Do ko ma zarë si me nuk. Se do kënë gjithë fort letë, po... Fronti është pak të thash edhe pak para, pak ma i fësi. Pak ma shumë teknik. Edhe një sen, mundohu që gjyjt gjithë më konë jashtë. Jashtë, okej. Yes. Patikave du të më konë sa ma trafshta në crossfit. Nuk do me thonë firma që apo dion, ne? Jo. Po, këtu të vropit, nuk ki balans në squat. So në normal ushtroj zakonisht doth, bra. Për që mund është mi bodë doth, shtira dhe këto. A prish punë se ka fitness atë në Gjermani që se lejun dothën. Ja, hiq pa problem. Se zakonisht dothën, këtu i marrë kur të kam për shemull shumë kështu në divizje. Edhe në back squat. Ama dothën mirë është, super. Shumë ma e mirë është. Ma mirë. Nyjet kanë me të dhimt. Në front squat dha me nyjet në fillim shumë. Shkon një ku e go date for thonë. Bravo bish, ty e kap formën perfekt. Bravo. Kur ti je sportist nuk ka problem. A përshë e trejta shumë a letë se kuptova principin. Në fund kime thonë. Edhe ti kime fjallin që kime shku në Gjermani një muj dit në CrossFit. Edhe kena... Qepi ava fjallin që një muj dit kime shku në CrossFit. Edhe kome regallë që shka kalu. Gjithë. Jo, kom po jetë mja njësa për të sepet ma shumë. Edhe kime bo një podcast vetëm me kaldu për CrossFitin edhe me kaldu që shki kalu, si komunitet, jo veç si performance, si sport, po si komunitet, trenera që shënkon, shëshnia që shënkon, që me ja kaldu njerëzve si sport, se në Kosovë është sport i ri CrossFiti. Edhe qëta e presim prej bishës se promovon sportin shumë mirë. Edhe të ka shti me bo një ushtro me Hamzën. Një ushtro me Hamzën, se në fakt më ka thonë për fillimit që nuk është fort, nuk ka qef fort me dollë para kamere dhe me bo... Ma shumë punë, kom qef. Po, kjo ma shumë ka qef me kalzu veten kur vjen pyetje për me momentin gara e kështu. Po, për mu është një falenderim shumë i madhë me knatësi shumë e madhe me mujtë me boson të këthene. Edhe për mu, edhe jem të kalu te për mirë. Kështu që vazhdojmë punën. Gjithë. Hale. Gjithë. Na mbetën edhe 2 seta, 3 i bënë ma. Hale. Qëta që ki? 120 është tash, front. Veqa? Veç 120. Fronti për shumicën njerë se bëjmë back squat, fronti është shumë i fështirë.
Zakonisht e bëjnë zombi squat, që kjo thirrë qështu, është ma e lehtë për ta, se që kjo nuk që e lehtë. Për që ta e bëjnë qëtë formë. Ndërprej një herë deri në ushtrimin tjetër, se duhet me kursy batari. Qaq është e rëndë dhe qaq e monotoni, sa veç qëllimit në bëhen loj. Në momentalisht dush me kon njëti Edhe suksesi dhe qaja ndjesia e garës, në pëdijom, kur del para publikës, kur del, nuk ka të pagume. Edhe nuk kthehet ajo mo, edhe nuk kthehen qëto vjetë, nuk kthehet që kjo formë. Edhe duhet me shfrytzu sa i kem qëto vjetë. Sa i kem qëto vjetë për informacion shikues e nderuar, 25 vjetë, dhe me thonë i kom 27, 25 vjetë, në qëfar formë është. Nuk është në dallim, po, dhe me thonë, jo veç performant, qëllimi edhe ku ke arrit dhe i qëtash, me 25 vjetë, mi thonë dikuj tjetër që i ka 25 vjetë, jo për me qitë ato poshtë, por shumica e njerëzve ka një fokus shumë gabum, si dhe mas të nga shqiptarët dhe që ata, kom qef me po njerëz qëfar shembull jene i ka sheni këtu edhe për sport e për të në. A shkojmë? Shkojmë. Me thonë që kjo besoj që është taman. Shkojmë në pjesën ku e kopë, ku janë një tensioni në barkë, në mes. Shkojmë? Shkojmë. Kena 20 përsëritje. Nëse do në të abilitashe, kena nevojë me rëmur. Me qysh. Okej, ja dhe ndë si kompë. Shtë në randa, mos u totë se nuk bjen. Nuk bjen. Deshe formen, okej. Mos shko shumë me trup, veç pak. Pendim, mesin. Gjithë. Bra. Bravo. Tash kena 1 minutë Chinese plank. Një pjesë e shpindës, pak, është në bench, jo kejtë shpinda, edhe thamrat jo në mundë me ma një plate, po 1 minutë peloj me në qëtë formë. Trupi drejtohet komplet, jo me lonë të shumë poshtë. Shumë për pjesën e mesit në basë. Interesant këtë lloj ushtrimi se kom bokur. Sot kime bo. Nuk kena nevoj përë se këtë bëhet 1 minutë, shkon të u rëndu. Kjo zakonisht bëhet pa ndërpremje, kështu që hajde po fokuson anë ty. Mësë është që kjo pak, hajde dhe pak me thamna ma për pak. Mirë, super ishë. Okej? A jenë drejt? Ajo okej shtash? Unë jam mirë Po shumë. më drejt. Super. Shtyje edhe pak. Bra. A bendin? Ja me ndje për ndje. Ja nisë ndridhe ta. Ja kom nisë me ndje në fillim. Ja Sa për ja e të... nisëm? Në 8, jo... Jo, 4-2. Hajde, e bëjmë 40 sekonda. 43, Ja, 40. në do të peshoj da. Okej. Ç'po ndihesh? U knaqa. A u kënaqe? Se po të qarot si me një dy pas. Të rrit njëra, të zoti më stupta. Jo, veç për mirë është. Ç'po ndihesh? Knaqa, man. A vendin? Që shpendje? Nesën, hamstringat, glut. Tëna. A bërë 1 minutë. Mos balqa ma herët. Po, qëta shu bo 1 minutë? Edhe e kena side plank. Unë dësha po shumë plak. Shumë kukat. 1, 2, 10 përsëritje i ki me djathë, 10 ona djetë. Me zakonisht. Qëre, shumicën e rasteve nuk jonë këtë njëjta. Çdo javë kom ushtrimet ndryshme, shumë ka ushtrime crossfit. Me thonë, për mes ki shumë ushtrime, sot çdo 2-3 herë në javë, 4 herë në javë ushtrej mesin, 3 zakonisht, edhe çdo herë është ndryshe, kombinimi ushtrimeve ndryshe, ka shumë lloje. E okej? Sa është e ki edhe një 40 sekonda pushim, edhe shkojnë.
Edhe një përbojnë qëtash dhe shihëm të ushtrimet tjera taj. Dhe me thonë këtu në video e shohin veç sesionin e parë? Veç sesionin e parë. Okej, në rregull. Që mos me dalë shumë nga. Ja, në rregull, kuptuat. Edhe kena me bu workoutin e ditës që është për mu kryesorja. U bo. Okej? Gjithë. Shkojna? Shmo ka shtrengu mesi, ha? Ha? Mo ka shtrengu kreje mesi. Shumë djenje mirë. Hala ma ndjenjë mirë është kur e vren suksesin në ushtrime, në workout. Në me thonë që në gara e kena për çfarë kohë për kryin, sa shpejt për kryin, sa po bën performancë më të mirë. Dhe momenti që ndihesh sigurt në mes, ta jep një farë vetë besimi, një farë sigurie ta jep, që atëherë edhe më mirë ja ndin lezetin e ushtrimeve që kam pas sukses, kam pas rezultat. Veç për kryin shënimet edhe për vazhdojnë direkt të ushtrimit tjetër. Shumë të nevojshme. Po për shkak kur ti bën këtu lëvizjet mos më tu kall Durt, mos më të shky durt, mos më ndi dhimt. Momenti që është gripi rahat, teknika është shumë më e mirë. qysh. Unë pima. Para se me bo që to, kisha pas shef mi ushtru pak tekniken, që tana mos me hup kohë në workout, Edhe me hi i rend, non-stop pa. me ndalë workoutin. Pe spjegojmë njerë, tana workout veç performojmë. Njëherë këna mja njës veç keeping. Gjënësia është normal, e krave jo shumë gjanë, jo shumë gësht, normal sa kratë. Kena më kap, barë, majt e gishtave i bashkojmë, majt e gishtave poshtë, barë këne qesim drejt, edhe kena me fillu keeping në barë, dhe me thonë, gjykshi për para, mbas. Me kontrollu, me mes trupin, sa ma shumë. Jo, mi livrit kont. Dhe më thonë, normal, si pull-up. Drejt. Unë do me kap sa ma shumë me dorë, që mja gjytë gripin dorëzës, bashkoj komë, majt e gishtave, shtrëngoj mesin, më si the komë, shkojnë, unë do me shku me gjykë sa ma për para, jo shumë më konë kipi madhë, me sa ta. Dhe më thonë, pull-upin, qëtë keeping e bojnë 2 lloj ushtrime. Dhe më thonë, që që e bënim në workout, në nxemje. Po? Mirë është? Që kjo hollow rock, që kjo Superman. Hollow rock, Superman. Që dyja e bojnë qëtë keeping. Okej? Kombinimi i dy javë. Që kjo kombinimi i dyjave. Shkojmë të ambientojmë edhe pak me to. Interesant. Që kjo e bën të në matë letë pull-upin, toast to barin, shumë e shumë ushtrime tjera të gjimnastikës. Qa është? Kontrollën e mirë e ki. Mesit. Hajde pak ma smooth, pak ma. Okej? Mirë është? Sendi i dy që kena me bo është keeping swing. Okej? Në thonë, 1, 2, edhe kena më mundu me gjujt hips sa ma nejt. Me pas njësin që me gjujt hips të bari. Jo, nuk është nevoja me prejk barin, po veç me pas ndjenjen me gjujt hips sa ma nejt. Edhe durt mos më konë të thyme, durt më konë drejt. Me thonë qëka. 1, 2, edhe më mundu me gjujt hips sa ma nejt. Dhe me thonë barin me pru të mesi, okej? Që do me thonë, në me të ka ma komplikum si që kume nuk ishë. Shumë ma e komplikume edhe merë kohë shumë. Për të rhiku që i bona hekore ma heret me pull-ups dhe juve. Ta A falë ma ba, Allah. gjithë. Hajde. Hajde, sa ma shumë thekso. Bën ekipin pak ma të madhë. Edhe momenti që shkon bas, i gjun hips. Qa është? Okej. Pusho, stabilizo. E kuptova. Energjinë fizike me përdor. Sakt. Momenti që i gjun hips, pak kemi përdor dur dhe kemi konë që në vërë dhe barë. Qarë arsye ka kjo, vëllo? Me kursy energjinë... është ushtërimi gjimnastikës. A i gjimnastikës? Po, CrossFit i ka marrë shumë lloje
të ushtrimeve edhe ka kriju një farloj, ka bu një farloj standardi, dhe me thonë, që ushtrohet me to. Edhe është goxha heavy. Momentin që kime kuptu crossfitin, kime pas sa heavy është edhe pull-upi. Po gjimnastika është, për mendimin e tema becapet, njëna pjesë sporteve elite. Ma e kompliku, edhe është shumë e kompliku. A ka po bërë qysh e mojnë trupin do kështu në ato rejtha, Allah. Super trup kanë, super strength, super control trupit kanë. Fenomenal, gjimnastika shumë e mirë. Dhe ma thonë, nëse dënë me bo fëmijës diçka të mirë, gjimnastika, crossfiti... Për fëmi, dhe me thonë gjimnastika është... Ma mira. Se ata fitojnë shumë, ka mobilitet edhe shumë. Kam ju ndimu. Shumica e crossfiterave, dikush shkon gjimnast, dikush shkon weightlifter, dikush shkon basketbolist, dikush shkon judist, apo kupton? Të në loje. Se cili që aty elite e crossfitit o konë në një sport që e ka bu. Kështu që crossfit hinë se cili sport, nuk do me thonë që a ki ushtru për para. Shojnë. Okej. Bravo. Që kjo është? Hajde dhe njarë. Gjuj pak ma shumë hips. Okej. Në shpak, t'ja njësa për të fillimit? Hajde. Shkojnë. Hajde, kontrolloje. Kipi ma i madhë. Kur shkon në bazë, i gjuni. Gjuj edhe pak. Më thonë, theksot gjujtme. Interesant. Tash, në pull-up, nuk kena nevoj na me gjuj qatë shumë hips, po veç me shti në funksion qatë ndjenjë në apo kupton. Se në workout, veç pak të vynë, edhe ki me bo pull-up. Nuk ki nevoj me që komët. A ma shumë jem ka i marë, për këfikim, me qitu, që kom veneru, shumë jem ka i marë energji durve. Të ja letësoj durve pak. Se unë jem su me bo pull-ups kështu normal. Dorza ta mundësojnë që ata se gripin e fokusojnë pak në nyje. Bravo, energjim po ma merë nyja kështu peshen, po mu i më fokusu ma shumë kështu. Se zakonisht gishtat lodhen shumë kur të bën tepër shumë pull-ups gripi. Pa dorza, se ajo është Kjo është ka shumë interesant. Kur ushtrej strength, ushtrej pa dorza. Momenti që i në workout, performoj me dorza, se s'mundesh me bo performance pa dorza. As një atlet, troll, nuk di që ka dikush në gara që bën pa dorza ushtrimet crossfit. Edhe gjimnastat në gara i kanë dorzat, apo kupton, se është problem pak pa dorza. Hajde shkojmë pull-up. Dhe me thonë keeping, që shë bënëm? 1, 2, pull-up. Dhe me thonë qëre, pigjuj, hips, që hop, edhe pull-up. Dhe me thonë keeping, edhe pull-up. Bravo, bish. A bësha? Top. Shë Sami. Mirë është. Bravo, bish. Që kjo është... Ma pak energji si normal pull-ups mur, shumë ma pak energji. Se kështu kërë ti bëjmë, marrë ma shumë energji. Sot në workout kena me bo pull-up, kime bo edhe kime pa qka është me kombinu me ushtim. Unë i kam 10 wide grip, pull-up. Tana i kam 15 keeping chest to bar, do me thunë bar i kam e më prek qështu të gjyksit i ka. Shkoj mëni mas teje, qatë bëj shtedhën në kom e bo. 3, 4, 5. Okej, që mos të prek. He konkret dhe i sa ti kryen së ushtime. Top. Nuk jena të jaron dur shumë. Ama forma nuk lundra, dhe me rëndësi është me qu gjyksin. Tash lundrën, po në gara nuk lundrën. Në ty të njëtë pika, si interesona i ke bo jeshër ma kete. Veç qas të barë, mëse se prek në rap, kime përsëritet Në rejnë. rap. Shkuj të një për në prejnë, ka i shkuj të ushtime tjera. Tash në kam vetë edhe për fund butterfly chest to bar. Një herë vëzë me ma kime prej. Bravo. Shko me kim. Tu shko pa, ta shko ka bo qest, qenë më bo. Qenë. S'po bo qest.
Pusho, Në të parat kanë qeste. a pilojmë 5-4 tripi, bëjmë po mirë në ju. Okej? Provojnë. Let's go. Let's go, G. Pusho pa. Ja, mira, pusho. Ora. Pusho, thash ti e bën me lëvizje, po apo sa rëndohet. Po, Apo sa po të fshirë. Se bëjnë a i gare shumica me... që atë, Nuk është... unë vetë, unë e guci. Se di që Jo ti, po për shvoli për... është ceni vetëm që mund është mi. Që Mi mund është mi nguc. guci, se që aty Tera. gjithë reagojnë, se është në internet. Se bëjnë a i gare me pullova tonë. Shkoj. Se me thonë, me Sara. Po. Dhe i kumë, kur t'je në alë, dhe i kumë për para, edhe shpije vetë në basë. Për para. Po shapa? Ta shtu u lodhë, shkom të u prish teknika, po shë. Sa i bone? Edhe 2 më këndite. Po shë. Mira. Si ka shke për... Edhe këto, kene një? Strand, ja. Shke ke fund. Një strik da ke... Vetë, po misoni. Ja, vëshë. Jena onë ka fundi i sesionit parë. Qëtar që këna me bo është workouti kryesori i ditës që për mu është më i rëndësishmi. Kena me janis me 800 metra vrap. I kena 30 strict handstand push-up. Okej. 30? 30. Une. Ti Unë e ju. sa të mundesh. Edhe i kena 15 ring masallat. Dhe më thonë, këtu për momentin nuk shihet, po Kur të vinat aty e qesë? kur vim aty kena me po çka Që të kam një për qesë direkt qëtu. E në gote? E në live? Hajna live. Po e në gjizoj një herë në komplet ti? Ta në pushoj. E ti pushon, e në gjizoj një herë në komplet? A shkoj? Shkoj. kena vrap. Po ndihesh Roman. Për krejt atë me sandëve që i kena bo, lodhen kratë, mbledhen krejt ushtrimit që i kem bo, edhe pak ma e vështirë. Edhe plus na i kena plus na i kena bo pak ma si ka dole, se dhe me thonë mi bo këtu non stop anol është edhe pak ma ndryshe, apet ma zërë. Po nuk tërzo. Kor. Nëse rrim push ashtu kime pas problem më që. Çdo herë që shkon push, dush direkt më që në altë me posë një lloj bombë të vogël. Qaja. Perfekt, që sa ma mirë tash. Sa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Okej, mundohu pak dur më mbas. Sa i bane? Edhe 3 minuta. Sa i ke bo total? Edhe jo, edhe 4 minuta. Okej, 6, 10. Sa i kena bo? Sarë 6. Okej, edhe 4 i bane. Push up, pa. Hajde. Shkojmë. Mundesh bisha. Shkojmë. Mundohu mos më shkop këmbë prej murit. Shkojmë. Edhe një. Jepi! Bravo. Nuk e kam posta. Së njëhe, ta që. Ja, top është. Pelujmë 10. Edhe një, Nuk kena nevoj me butërila. Ja, mori. Bravo. Ta që ki pull-ups. A mundesh me bëj qëto? Okej, ndreqi dorza. Mirë. Nëse bën muscle-ups, pelujmë 5. Hajde. 5. Hade bisha. Hade se mundesh. Hade bish. Bravo! Bravo, bisha! Bravo! Qaja! Bravo! Drejton nalë, full extension. Bravo! Shkojmë, bëne me pauza, nëse da mos e qo vetëm fotik. Një pushim 10 sekonda o maj mirë se me bo edhe një me zë. Se që ajeta në të lodhë, rekuperimi ma i ronda. Sa be bojmë? 5, a? 5 edhe 2. Edhe o perfekt. Shumë mirë e kena menagju. Shkojmë. Hade me teknikë, mos haro teknikën. Shkojmë. Mirë, push up pak ma shumë. Apo shë, sa dhe që kime bo me kipi nga qysh durët, ka mu lodh gripi, ka mu lodh krak, ka mu të lodh frimarja, edhe gjithsen ka mu bo ma i fështi. Hade bat, bisha jonë. Hade s'ka mu dërshdu, jepi! Shkojmë! Bravo! Qajo! Push! Edhe një, bravo! Stop! Bravo! Pusho! Që kjo rutina ka metë edhe 2 herë. Sa është për pauzojna, dhe i të fundi, s'pengjizojna se bëhet gati, dhe përvoja një për TikTok, për Instagram një. Që tash, i vesh shumë icat, i krytum, se për shkak YouTube-ës më të me dalë deshën, se mos më na blokojnë videon. Kingo, qa këne me bëtë tash? Por sot e këna kry, na kam bet 2 stretch me bo. Kjo kë një 5% të ushtrimeve që i kena në CrossFit, kjo kë dita e hone e jamja. Një prej ditëve që qush ushtroj. Edhe vazhdojmë tash nesër, kam pas nesër. Për krejt ushtrimeve, hajtë se të vesë një stretchin. Okej, let's go. Kjo është po në një kojsha, mikrofonat s'ka në njëzu. Që, so jena të njëzu? Jena të njëzu prej 10 e 10, që tash është ora 1:37. 7. Dhe me thonë, Se tana goti 4 orë të mira. mendojnë që i kena prej videot. Po, E kena kohën dëshmitar. ja kena folë dhe shumë kena ke spjegu ti më ke spjegu. Ndoshta doket jo shumë heavy sa kena spjegu. Ndrysh është kur hin me ushtru Intenziv, po. intenziv, po fol, po pushu. Po synimi u kon me promovu crossfitin pak, me pa qa ushtrojmë, me ju kallëzu njerëzve qa crossfiti paka shumë, edhe i ftoj krejt me ardhë me provu, kudo që jonë, si në Kosovë, si në Prishtinë, si jashtë Kosovës, le të shkojnë le të provojnë. Besoj që kanë mundi shumë mirë edhe kanë me na u falenderu. Kisha pas qef ti me zgjidh njënën pi produkteve të mija, si dhuratë që ke marrë pjesë në podcastin tem, në podcast në ushtrame. Si, unë e këto e kom logaritë si një trening me ty, ma shumë se një podcast, edhe ti kom po këtë sande që a i ki postu, edhe me qef, kom pas qef me bo që ushtrim, që trening me ty. Shumë faleminderit, kjo vlen shumë për mu, sidomos për një personi që është kaq fit edhe ka kaq shumë dionin këtë sport. 4 produkte kisha pas qef ti me zgjidh njënën cilën po ki qef. Si dhurat, jo një po 2 në fakt, se një ku pas me ta qua pet, po Do me kum thonë, kanë... e ki gjetë momentin e duhën, produkteve se kom pas mi marrë, çdo mujsh e ndryshoj, edhe e kam ofër garat, edhe kom e të kallëzu sakt, kur ti kry garat,
qysh kom performu, sa ma kanë rrit nivelin e treningit edhe nivelin e rikuperimit edhe qysh jom di në gara në bazë qëto me produkteve. Nuk kom e përdor asnjë produkt tjetër, veç me që kom shumë. Po, adem që apropja bojna pak më ndryshe. Kisha pas qef, pra mase i ki gorat në gatë, kisha pas qef qëtu janë 4 produktet që i kam për momentin, 4 e glycin edhe kreatina për mungon, pa bi kismet. Nuk është problem. Kreatina për mungon, qëtu të 4 të atë për t'i dha dhe kreatina në kismet kome ta pru. Spegon se cilën qysh tek me pi edhe kur. Ti besoj paka shumë e E di koptan. që i di, po edhe për njerëz me ditë me pas pak më të qartë, se Këto ke nevojë protein normal, 80, kjo është neutral, e përdor në dy lugë gjellë më një përdor të mëdha e mush, e përzime që ta do zemrat. tombël ose me ujë ose me... Ta shëmvarët, unë e përzime tomel, ja qes një gjajp kikiriku, të në fort... Super, do me thonë 2 lugë në ditë, do me thonë 2 skupa në ditë. 2 skupa. Me nxez, mbas treningit, Bravo, perfekt. mos u çudit se unë nuk shti skupa në to, jo për në qka për plastika që rrin në mall, Nuk është e shneshme. Jo, këtu për se ki përmbajtjet shqip i ki, Super. se për këtu në Kosovë, në këneja ne i kam shqip këtë përmbajtjet. E she, tëna e kia fatin poshtë, sa pi bjen për afërsisht. Ti kupton mirë këtu sene, besoj. Kolagjeni është, përgjithësi, është edhe produkti ma i shitun në listë të na, se të na blinë edhe shumë fenat, e gratë, për shkak proteinës vetë që i mungon me mush, për nyje, sidomos, një lugë gjellës e ki nditje. Unë i përzi krejt për e herë. Në L-glycinin e ki një moje, një gjysë moje të qeqerët, si të vogël. Vitamin C në kupton që është produkti i ri për momentin, shumë pak të vynë vitamin C gjatë. Një lugë e qojit, Një moje, 1 gram ditje, mjafton. në regullë, no? 1 gram. Edhe kreatinën pas në harru, s'di pse e kom harru kreatinën, Bac. kom e ta pru edhe në kreatin. Kena mi kallëzu njerëzve që na kanë ndiku. Këtu janë të registru me krejt pe Gjermonijës që i kom, do më thonë në brenin e kom Gjermoni, veç enë ja kom lanë Shqip, për shka kur të rritët kom qef me pas enin Shqip e ju... Shumë po mbëlqen emri edhe produkti, veç na kanë bet mi provu. S'kom qef mi kallëzu njerëzve diçka që s'kom provu. Provu. Kena me provu, kena me kry garat, edhe tana kena me jep rezultatin, me kallëzu qysh na ka... Ti i Prishtinë kësaj e njëherë, Po. që s'moj më rri me ta pru në ta qoj me post, E di Kismet? bacën e... Ato kreatinin, se për shkak- Tipi e personi e, kështu që e di që i rrin fjales në bazë, kështu që gjithë. s'ki nevoj mu stresov. Kena vakt kreatin kom, Ta bi se pas na është dipëm që ditë pse figute atë, të po që e 99%, se 100% veç deka është, se s'ki drejt në Gjermani me... Dhe me thonë, ku të shënoj në Gjermani 100% po që nuk është e vërtet, në ashtë është e vërtet, po s'kan drejt me ligjë me shënu 100%. Edhe po, besoj që kjo ke një vërë shumë i mirë, të falenderoj nga zemra. edhe unë e ty, faleminderit shumë për teje, dhe me thonë, kalova te për mirë. Më vjen mirë, falenderit edhe unë e besoj që kam mësu shumë njerëz pi këtoj videos, edhe kisha pos qef, në përfundim, mas që të thush këtë fjali, përfundon në video dhe me thonë përfundimisht, me avon një frymëzim në mendim tonën për krejt rinin shqiptare në kamerë. Si për sportista, si për krejt njerëzit. Për sportista, po du me jep edhe një për sportista dhe po du me jep një për krejt njerëzit. Dhe me thonë për sportistat elitar, nëse nuk jeni të ushtru 5 dhe 6 orë në dite, sportista elitar po voli, 5 dhe 6 ditë javës, nuk keni me pas sukses, nuk keni me alon fajin kërkujna, veç vetës juj. Se cilin sport, nëse ja kushton 3 orë, 4 orë, 5 orë në ditë, suksesi ka më konë gjithëshysh i pa diskutu shumë me lejën e Zotit, se na Normal. shneta është ndorti. Edhe për njerëz tjerë ju kisha thonë me janis sportit, me janis shadokoft, jo veç crossfit, se kam i bu mundi mirë, kanë me konë ma në disponim, kanë me reflektu ma shumë, në punë kanë më konë ma produktiv, edhe pas sport mos me që jetë. Duhet me bo pjesë të jetës, rutinë, jo më ardhë veç të motivum. Më konë të disciplinu. Lifestyle me bo. Kështu që kjo është për 2 partë. Po ma shumë deshta me thonë për sportista elitar, se shumë që ankohen, po puna atëve nuk o kërka. Kështu që pa u konë me mbrin maja të botës të duhet shumë punë.
Të të mja kushtu jetën të dikun. Në çdo sport ki sende me bo, për shembull, qa do koft, ki teknik me punu, ki forcë me punu, kondicion me punu, se cila e lyp kohën e vetë mja do, edhe se cila e lyp 1 orë, 2 orë, apo kuptan. E që ata duhesh mi do 4 orë, 5 orë, 6 orë ditës. Për se cila, që do më tana me flet mirë, me hongër mirë, ato pa dyshim. Po, ushtroni shumë, Faleminderit. s'ka arsyetin tjetër. Qaj është? Respekt bazë, shumë faleminderit teje. Faleminderit. Shihemi vetën e radhës. Kismet me naj video 3, naj rutin tjetër. Po, kismet.